Data 27 mars. Eksodi, kapitulli 38. Pastaj bëri altarin e holokaustëve prej drurit të akacijes, i gjatë 5 kubit dhe i gjerë 5 kubit. Ishte katror dhe i lartë 3 kubit. Në të 4 qoshet e tij bëri disa brirë që përbënin një të tërë me të dhe e veshi me bronz. Bëri gjithashtu të gjitha përdorëset e altarit, enet për hirin, lopatat e vogla, legenët, mashat dhe mangallët. Të gjitha veglat e tij i bëri prej bronzi. Dhe bëri për altari një gril prej bronzi në formën e një rjete nën kornizën, në pjesën e poshtme në mënyrë që rjeta të ndodhej në gjysmën e lartësisë së altarit. Derdhi 4 unaza për të 4 cepat e grilës prej bronzi me qëllim që të kalonin shtizat. Pastaj i bëri shtizat prej drurit të akacijes dhe i veshi me bronz. Pas kësaj i kaloi shtizat nëpër unaza që ndodheshin anëve të altarit, me të cilat do të mbartej. E ndërtoi me dorasa dhe bosh nga brenda. Pastaj bëri legenin prej bronzi dhe bazën e tij prej bronzi, duke përdorur pasqyrat e grave që vinin për të bërë shërbime në hyrjet e çadrës së mbledhjes. Pastaj bëri oborrin. Nga ana e Negevit në drejtim të jugut, perdet e oborrit ishin prej liri të hollë, të përdredhur dhe me një gjatësi prej 100 kubitësh, dhe kishin 20 shtyllat e tyre dhe 20 bazat e tyre prej bronzi. Gremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi. Në krahun verior kishte 100 kubit perde me 20 shtyllat e tyre dhe 20 bazat e tyre prej bronzi. Gremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi. Në krahun perëndimor kishte 50 kubit perde me 10 shtyllat dhe 10 bazat e tyre. Gremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi. Përpara nga ana e lindjes kishte 50 kubit, nga njëri krah kishte 50 kubit perde me 3 shtyllat dhe 3 bazat e tyre. Dhe nga ana tjetër, si këtej ashtu dhe matan portës së hyrjes në obor, kishte 15 kubit perde me 3 shtyllat dhe 3 bazat e tyre. Të gjitha perdet rreth oborrit ishin prej liri të hollë të përdredhur. Bazat e shtyllave ishin prej bronzi. Gremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi. Kapitelet e shtyllave ishin të veshura me argjend dhe të gjitha shtyllat e oborrit ishin të lidhura me disa shtiza argjendi. Perdja për hyrjen në obor ishte e qëndisur me fill ngjyrë vjollc, të purpurt dhe të kuqe të ndezur dhe me li të përdredhur. Kishte një gjatësi prej 20 kubitësh, një lartësi prej 5 kubitësh dhe korrespondonte me perdet e oborrit. Kishte 4 shtylla me 4 bazat e tyre prej bronzi. Gremçat e tyre ishin prej argjendi dhe kapitelet e tyre dhe shtizat e tyre ishin të veshura me argjend. Të gjitha kunjat e tabernakullit dhe të rrethojës së oborrit ishin prej bronzi. Kjo është lista e sendeve të tabernakullit të dëshmisë që u renditën me urdhër të Mojsiut për shërbimin e levitëve në ndrejtimin e Ithamarit, birit të priftit Aron. Betsaleeli, biri Urit, biri Hurit nga fisi Judës, bëri të gjitha ato që i kishte urdhëruar Zoti Mojsiut, duke pasur me vete Oholiabin, birin e Ahisamakut nga fisi i Danit, gëdhendës, vizatues dhe qëndistar i stofave ngjyrë vjollc, të purpurt, të kuqe të ndezur dhe prej liri të hollë. Gjithë ari i përdorur për të gjitha punimet për vendin e shenjtë, domethënë ari i ofertave, që 29 talente dhe 730 sikla, sipas siklit të shenjtërores. Dhe argjendi që u mblodh me rastin e regjistrimit të asamblesë ishte 100 talente dhe 1775 sikla, sipas siklit të shenjtërores. Një beka për frymë, domethënë një gjysmë sikli, sipas siklit të shenjtërores, për çdo burr që e kapte regjistrimi nga mosha 20 vjeç e lart, pra 603.550 burra. 100 talentet prej argjendi shërbyen për të shkrirë bazat e shenjtërores dhe bazat e velit. 100 baza për 100 talentet, 1 talent për bazë. Dhe me 1775 sikla, a i bëri gremçat për shtyllat, i veshi kapitelet e tyre dhe bëri shtizat për shtyllat. Bronzi i ofertave arrinte në 70 talente dhe 2400 sikla. Dhe me këta e bëri bazat e hyrjes së çadrës së mbledhjes, altarin prej bronzi dhe grilën e tij dhe të gjitha orendit e altarit. Bazat e oborrit, bazat e hyrjes në obor, të gjitha kunjat e tabernakullit
dhe të gjitha kunjat e rrethimit të oborrit. Gjoni, kapitulli 17. Këto tha Jezusi dhe i ngriti sytë e tij drejt qiellit dhe tha: Atë, ora ka ardhur, përlëvdo birin tënd, që edhe biri yt të përlëvdoj. Siç i dhe pushtet mbi çdo mish, që ai t'u japi jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ja ke dhënë. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Unë të kam përlëvduar mbi tokë. Unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. Dhe tani më përlëvdo ti o atë, pranë teje, me lavdin që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota. Unë ja kam dëftuar emrin tënd njerëzve që ti mi ke dhënë nga bota. Ishin të tutë dhe ti mi ke dhënë, dhe ata e kanë ruajtur fjalën tënde. Tani ata kanë njohur se gjithçka që ti më ke dhënë vjen prej teje. Sepse ua kam dhënë atyre fjalët që ti më ke dhënë mua, dhe ata i kanë pranuar dhe kanë njohur se me të vërtet unë dola nga ti dhe besuan se ti më dërgove. Unë lutem për ta, nuk lutem për botën, por për atë që më ke dhënë sepse janë të tutë, dhe të gjitha të mijat janë të tuat dhe të tuat të mijat, dhe unë jam përlëvduar në to. Dhe nuk jam më në botë, por ata janë në botë. Dhe unë po vite ti, o ati shenjt, ruaj ata në emrin tënd, ata që më ke dhënë, që të jenë një sikurse ne. Kur isha me ata në botë, unë i kam ruajtur në emrin tënd. Unë i ruaja ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk ka humbur, përveç birit të humbjes që të përmbushej shkrimi. Dhe tani unë po vite ti, dhe i flas këto gjëra në botë, që të kenë gëzimin tim plotësisht në veten e tyre. Unë nuk kam dhënë atyre fjalën tënde dhe bota ju rreu, sepse ata nuk janë nga bota, ashtu si dhe unë nuk jam nga bota. Unë nuk kërkoj që ti t'i heqesh nga bota, por që ti t'i ruash nga i ligu. Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota. Shenjtëroj ata në të vërtetën tënde. Fjala jote është e vërteta. Sikurse ti më dërgove mua në botë, po ashtu unë i dërgova ata në botë. Dhe për ta shenjtëroj vetveten, që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetë. Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por dhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre, që të gjithë të jenë një ashtu si ti o atë në mua dhe unë në ty, që edhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë që ti më dërgove. Dhe unë ua kam dhënë atyre lavdin që më ke dhënë, që ata të jenë një ashtu si ne jemi një. Unë në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në një, dhe që bota të njohë që ti më dërgove dhe i desha ata ashtu si më deshe mua. O atë, unë dua që atje ku jam unë të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdin time që ti më dhe, sepse ti më deshe para themelimit të botës. O ati drejt, bota nuk të ka njohur, por unë të kam njohur, dhe këta e ka njohur se ti më dërgove, dhe i bëra të njohin emrin tënd, dhe do të bëj ta njohin që dashuria me të cilën ti më deshe mua të jetë në ta dhe unë në ta. Fjalët e urta, kapitulli 14. Gruaja e urtë ndërton shtëpinë e saj, por budallaqja e shkatëron me duart e veta. Kush ecë në drejtësinë e tij ka frikë nga Zoti, por ai që çoroditet në rrugët e tij e përçmon atë. Në gojën e budallajt gjejmë farën e kryelartësive, por të urtët e ruajnë gojën e tyre. Aty ku nuk ka qe, grazhdi është bosh, por bollëku i korrjes qëndron në forcën e kaut. Dëshmitari i ndershëm nuk gënjen, por dëshmitari i rrem thot gënjeshtra. Tallësi kërkon diturinë dhe nuk e gjen, por dia është një gjë e lehtë për atë që ka mend. Largohu nga njeriu budalla, sepse nuk do të gjesh dituri mbi buzët e tij. Dituria e njeriu të madhur qëndron në të dalluarit e rrugës së tij, por marrëzia e budallëve është mashtrim. Budallëj qeshin me mëkatin, por midis njerëzve të drejtë është falja. Zemra njeh trishtimin e vet, por një i huaj nuk mund të marrë pjesë në gëzimin e saj. Shtëpia e të pabezëve do të shkatërrohet, por çadra e njerëzve të drejtë do të lulëzojë. Është një rrugë që njeriu t'i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Edhe kur qesh, zemra mund të jetë e pikëlluar, dhe vetë gëzimi mund të përfundojë në vuajtje. Zemër përdali do të ngopet me rrugët e tij, dhe njeriu i mirë do të ngopet me frytet e tij. Budallai beson çdo fjalë, por njeriu i matur tregon kujdes të veçantë për hapat e tij. Njeriu i urtë i trembet së keqes dhe largohet prej saj,
por budallai zemërohet dhe është fodull. Ai që zemërohet me lehtësi kryen marrëzi dhe njeriu që ka qëllime të këqija është i urryer. Te veçelët e trashëgojnë budallallëkun, por njerëzit e matur kurorzohen me dije. Njerëzit e këqij do të përkulen përpara njerëzve të mirë dhe të pabeset në portat e të drejtve. Të varfrin e urren vetë miku i tij, por i pasuri ka shumë miklues. Kush përçmon të afërmin e vet, mëkaton, por ai që ka mëshirë për të varfrit është i lumtur. A nuk devijojnë vallë nga rruga e drejtë ata që kurdisin të keqen, por ata që mendojnë të mirën kanë për të gjetur mirësi dhe të vërtetën. Në çdo mundim ka një fitim, por fjalët e kota çojnë vetëm në varfëri. Kurora e njerëzve të urtë është pasuria e tyre, por marrëzia e budallëve është marrëzi. Një dëshmitar që thotë të vërtetën shpëton jetën e njerëzve, por një dëshmitar i rrem thotë gënjeshtra. Në frikën e Zotit gjendet një siguri e madhe dhe bijtë e tij do të kenë një vend strehimi. Frika e Zotit është një burim jete që i shmang leqet e vdekjes. Lavdia e mbretit qëndron në turmën e popullit, por shkatërimi i princit qëndron në mungesën e njerëzve. Kush është i ngadalshëm në zemërim është shumë i matur, por ai që rrëmbehet me lehtësi vë në dukje marrëzinë e tij. Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimi brejtës i kockave. Kush shtyp të varfrin, thyen rënd atë që e ka bërë, por ai që ka mëshirë për nevojtarin e nderon atë. I pabesi përmbyset nga vetë ligësia e tij, por i drejti ka shpresë në vetë vdekjen e tij. Dituria prehet në zemrën e atij që ka mend, por ajo që është në zemrën e budallëve merret vesh. Drejtësia e larton një komb, por mëkati është turpi i popujve. Dashamirësia e mbretit është për shërbëtorin që vepron me urtësi, por zemërimi i tij është kundër atij që sillet me paturpësi. Filipianëve, kapitulli i parë. Pali dhe Timoteo, shërbëtorë të Jezu Krishtit, gjithë shenjtorëve në Krishtin Jezus që janë në Filipi, bashkë me peshkopët dhe dhjakët, hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht. E falenderoj Perëndin tim sa herë që ju kujtoj, duke u lutur gjithmonë me gëzim për ju të gjithë në çdo lutje që bëj, por pjesëmarrjen tuaj në Ungjil që nga dita e parë deri tani, duke qenë i bindur për këtë se ai që nisi një vepër të mirë në ju do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Sikurse është e drejtë që unë të mendoj këtë për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër, sepse ju si në vargojnë të mi ashtu dhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e Ungjillit jeni të gjithë bashkëpjesëtar të hirit me mua. Sepse Perëndia është dëshmitari im se kam shumë mall për ju të gjithë me dashuri të thellë në Jezu Krisht. Dhe për këtë lutem që dashuria juaj të teprojë gjithnjë më shumë në njohuri dhe në çdo perceptim, që të shqyrtoni cilat janë gjërat më të mira dhe të mund të jeni të pastër dhe të papenguar për ditën e Krishtit, të mbushur me frytet të drejtësisë që janë me anë të Jezu Krishtit për lavdi e për lëvdim të Perëndisë. Por dua o vëllezër ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përparimin e Ungjillit, aq sa mbar pretoriumi dhe të gjithë të tjerët e kanë të qartë se unë jam në vargoj për Krishtin. Dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargojt e mi, kanë marrë me shumë guxim ta flasin pa frikë fjalën e Perëndisë. Disa me të vërtetë e shpallin Krishtin edhe për smir dhe për grindje, por disa me vullnet të mirë. Këta e shpallin Krishtin për grindje, jo çiltas, duke menduar që t'ju shtojnë shtrëngime vargojnëve të mi, kurse ata e bëjnë nga dashuria, duke ditur se unë jam vënë për mbrojtjen e Ungjillit. E çfarë? Sido që të jetë me shtirje o me të vërtetë, Krishti shpallet, dhe për këtë gëzohem dhe madje do të gëzohem. Sepse e di se kjo do të më dalë për shpëtim, me anë të lutjes suaj dhe mendimin e frymës së Jezu Krishtit. Sipas të priturit tim me ngulm dhe shpresë se nuk do të turpërohem në asgjë, por me çdo guxim si gjithmonë edhe tani, Krishti do të madhërohet në trupin tim, qoftë me anë të jetës, qoftë me anë të vdekjes. Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. Por në qoftë se të jetuarit në mish bën që puna ime të sjellë fryt, atëherë nuk di ç'të zgjedh. Sepse unë jam i shtrënguar nga të dyja. Kam dëshirë të ndahem dhe të jem bashkë me Krishtin shumë herë më mirë, por të qëndruarit në mish është më i nevojshëm për shkakun tuaj. Dhe në këtë siguri e di që do të rri dhe do të qëndroj me ju të gjithë për përparimin tuaj
dhe për gëzimin e besimit tuaj, që mburrja juaj për mua të teprojnë Jezu Krishtin për praninë time sërish midis jush. Ju veç silluni dënjësisht ndaj ungjillit të Krishtit, që kur të vihet ju shoh, ose nga larg kur jam aty, të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frymë të përbashkët, duke luftuar bashkë me një shpirt për besimin e ungjillit, duke mos u lënë të trembeni në asnjë gjë nga kundërshtarët. Kjo është për ta një tregues humbjeje, kurse për ju shpëtimi, dhe kjo nga ana e Perëndis, sepse juve ju është dhënë hiri për Krishtin, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të, duke pasur të njëjtën betejë që e pat në mua dhe tani po dëgjoni që është në mua.